Përshëndetje miq të Koha Botërore, jemi sot në emisionin e radhës të një faze do thoya të nxehtë pasi kemi hyrë në fazën e 1/16 të Kupës së Botës. Kanadaja është skuadra e parë që siguroi kalimin për në fazën e 1/8, ndërkohë që kanë mbetur edhe shumë sfida të tjera shumë interesante. Është faza e 1/16 ku janë edhe shumë përballje të cilat do t'i komentojmë ditën e sotme. Me mua në studio kemi Mirela Haxhia, gazetare. Përshëndetje. Dhe Alban Aga, gjithashtu gazetar dhe koleg. Përshëndetje Rozal, faleminderit për ftesën. Ditën e dieshme nisi faza 1/16 ku skuadra e Kanadas mori një fitore 1-0 me një gol të shënuar në minutat e fundit. Nuk e di Alban si e pe sfidën e dieshme, Kanadaja vuajti shumë ndoshta për të gjetur golin, por që gjithsesi ishte dominuese. E vërtet, ishte një ndeshje dominuar totalisht për Kanadan, ishte një ndeshje që pati vetëm një histori në takimin e luajtur në Los Angeles dhe në fundu finalizuam atë gol të Eustachos, po shkruan histori në këtë botëror Kanadaja pasi asnjëherë nuk ka pasur një rrugtim kaq gjatë, pasi në pjesëmarrjet e kaluara gjithmonë është eliminuar në fazën e grupeve. Pas kalimit në përballje ndaj Afrikës së Jugut, tani do të pres njërën mes Holandës dhe Marokut dhe besoj që do të ketë një përballje të një shkallë vështirësie shumë të lartë, por vërtet më pëlqeu ajo se çfarë demonstrojnë në ditën e dieshme, një futboll ofensiv, sulmues, duke qenë këmbgulse gjatë gjithë kohës, dhe normalisht kualifikimi ishte absolutisht i merituar. Mirela, prisje Kanadan. Të them të drejtën, e prisja, por jo që ta vënonte fitoren deri në ato minuta, po të shkonte deri në minutën e 90, kalon në minutën e 90 për të shënuar golin, e prisja pak më shpejt, por sigurisht Kanadaja me meritën e plot arriti të merrte ato çfarë i takonte. Besoj përtej kësaj faze me Holandën apo me Marokun do ta ketë vështirë. Holanda dhe Maroku më duken se cilat të dalin nga ajo ndeshje do jetë një pretendente për gjysmëfinalen shumë e mirë. Dhe ndoshta pastaj Hollandën unë e shikoj edhe për në finale deri diku mbas Francës sigurisht, por Kanadaja nuk i kalon dot asnjërin, as Holandën as Marokun. Në mendimin tim, sigurisht futbolli ka surpriza, kampionati botror dihet që do ketë ndonjë skuadër që do të surprizoj, por nuk besoj që është Kanadaja rasti i tillë përballë në ndeshjen e ardhshme, pra në ndeshjen e 1/8. Ditën e sotme do të kemi Brazilin në fushë me një sfidë tepër të vështirë kundër Japonisë. Në fakt, japonezët kanë arritur të marrin një fitore me 14 tetor të vitit 2025, 3-2, ishte një fitore me përmbysje. Alban nuk e di, si e pret Japoninë, do jetë një kockë fort për këtë Brazil të Ancelotti? Sigurisht që do të jetë një përballje shumë e vështirë për Brazilin, pavarësisht se kombëtarja e drejtuar nga Ancelotti ka ardhur në rritje nga ndeshja në ndeshje, nga përballja e parë me Marokun në takimet ndaj Haitit dhe Skocisë, ka përmirësime edhe në formacion edhe afrimi i kunjes ndoshta në fazën e sulmit në vendin e Igor Thiago se ka rregulluar manovrën ofensive, por në këtë takim ndaj Japonisë pres që të vuajnë pasi Japonia është një skuadër e bashkuar, atletike, ka përgatitjen fizike si elementin më të fortë, por ka edhe lojtarë shumë të shpejtë si Ayase Ueda, sulmuesin e Feyenoord në majën e sulmit. Dhe sigurisht që nuk do të jetë as pak e lehtë për kombëtarën braziliane, duhet vuaj, duhet sakrifikoj, por me cilësitë individuale që kanë në dispozicion Vinicius, Paqueta, Cunha, besoj që do të jenë elemente që do të bëjnë diferencën. Pa harruar këtu edhe fazën defensive që Brazilia ka një armë të fortë, me emra si Gabriel Magalhaes, Marquinhos apo dhe dy që parë si Casemiro dhe Bruno Guimaraes, janë lojtarë që e kanë afirmuar veten e tyre në Premier League dhe në të tilla ndeshje të duhet eksperjenca e këtyre lojtarëve dhe besoj që e kanë këtë përvojë për të treguar lider edhe me Brazilin. Nuk e di si ke parë Ancelottin ka pasur disa vështirësi në sfidat e para. E vërtet, luhatjet filluan që në kohën edhe të kualifikuesve kur rëndit në vendin e 5, nuk pati ecurinë më të mirë për gjatë fushatës eliminatore në Amerikën e Jugut. Mirë po është një trajner turnesh, ekspert për takimet me eliminim direkt, e vërteton edhe historia ku ka fituar 5 herë Champions League-ën. Ai më tepër ka fituar të tilla turne që janë ndeshje me eliminim se sa vetë kampionate që tregon natyrën e drejtimit të Ancelottit dhe besoj që në tilla ndeshje ku hyn shumë faktorë, fati, episodet arbitrare, zëvendësimet nga stori, ai lexon shumë mirë këto situata dhe besoj që Brazili ka armë shumë të fortë Ancelottin. Mirela, te Brazili kë mbështet më shumë, ndoshta Neymarin? Shiko, unë nuk jam ndonjë tifoze e Brazilit. Domethënë do shkoja te Japonia më shumë. Më pëlqen ai grupi japonis i konsoliduar, gjithmonë të gjithë janë njësoj, duket sikur jo vetëm nga pamjen se po e themi kështu gjithë janë njësoj, duket sikur Japonia ka një ekip kompakt nga në të gjitha repartet, duket sikur luajnë të gjithë bashkë, nuk ka një hyll siç ka Brazili, Viniciusin apo mund të veçojmë edhe cilësitë e Neymarit pavarësisht se ai është hyll në rënje.
Sigurisht Japonia ka vite që është e konsoliduar, më duket mua. Mos harrojmë që një botror përjashtoi Gjermaninë nga faza e grupeve dhe arriti t'ia dilte në një situatë të tillë. Në mendimin tim dhe në syrin tim, Brazili tani do vendoset në provë. Ishte prova e parë e dështuar me Marokun dhe që vuajti shumë dhe nuk isha shumë e kënaqur nga një ekip si Brazili që pretendojmë të na dhurojë futboll. Maroku e dominoi Brazilin. Tani është prova tjetër e vërtet dhe besoj që Ancelotti duhet të gjejë Chelsea-n e suksesit pasi siç ka gjetur gjithmonë në ndeshjen me eliminim direkt, siç e tha dhe parafolsi, që shiko, mund të bëjmë mrekullin Japonia përballë Brazilit, më kollaj se ç'mund të bëjë Brazili përballë Japonisë. Hela, po Paraguay mund ta bëjmë mrekullin përballë Gjermanisë? Shiko, të lutem. Gjermania nuk është Gjermania më e mirë e mundshme, apo siç jemi mësuar ta shikojmë Gjermaninë, apo ajo Gjermania e para 2 viteve që ishte në Europianin 2024-s. Nuk është aq e kompletuar, ka mangësi. Mua më duket sikur në mesfushën e Gjermanisë i mungojnë ajo forca Schweinsteiger, Toni Kroos apo në sulm Thomas Müller që ishin tipikisht gjerman dhe e gjenin gjithmonë atë grindën e Gjermanit dhe ju përçonin dhe tjerëve. Dhe tani më duket sikur Gjermania nuk i ka më këta emra, ka rënë në nivelin, është shumë e vështirë t'ju jap atë disiplinën strikte dhe atë gjakun gjerman që e kanë ata vetë tek emrat e ndër emrat e tjerë që i kanë ndërkombëtar, tani të afrohen në kombëtarin e Gjermanisë. Dhe po përsëri në këtë ndeshje mendoj që përballë Paraguay doja dali, se normalisht është situatë që duhet ja dali, pastaj përballë Francës, pavarësisht sa do që tifoze jam unë e Gjermanisë, që realisht do jetë mision se i pamundur, ndoshta. I pamundur jo, sepse fundi gjermanët aty qëndrojnë gjithmonë dhe ajo 4 vjet. Gjithsesi duke parë kualitetin e Francës, dhe Franca ka 2 formacione, cili ndoj që ta hedhë dhe ka formacion fitues. Dhe kjo gjëja e bën shumë të vështirë, jo të Gjermanisë, por përballë çdo skuadër përballë Francës. Dhe mendoj që Gjermania e kalon Paraguayin, por nuk shkon më shumë se sa në fazën e 1/8. Alban, në fakt po bëj një hulumtim sot dhe pash që bilanci midis Paraguay dhe Gjermanisë ishte me 3 ndeshje, secila prej tyre kishte nga një fitore dhe një barazim. Nuk e di si është sa i takon ecurisë fazës grupeve. Në ndeshjet zyrtare do thoja. Po, absolutisht. Ishte një Paraguay që vuajti pak në fazën e grupeve, ndoshta me fat në atë përballje ndaj Turqisë ku kombëtarja turke shpërdori raste pafund dhe Paraguay fitoi minimalisht. Por Gjermania besoj në 2 ndeshjet e para tregoi pak nga fytyra e saj, ndërkohë që në ndeshjen e tretë nuk ishte me karikimin dhe ritmin e duhur, pasi fillon edhe menaxhimi i forcave, llogarit mbase dhe mendimi për ndeshjet me eliminim direkt. Por në emërimin e Julian Nagelsmann që prej momentit të ardhjes te Gjermania është një trajner i cili e ka vënë në pa lojën e tij, është një teknik i cili që në kohën e Bayernit, Hoffenheimit, ka qenë një trajner i cili i ka dalë në pa loja, edhe pse organika e lojtarëve tani me te Gjermania nuk është më ajo e dikurshme, por duke marrë në krahasim edhe performancat në Euro 2024 edhe tani, është Gjermania e cila e aplikon lojën e saj, është goxha organizuar, krijon shumë raste, ndoshta me pak probleme në fazën defensive edhe pa fat me dëmtime të shumë lojtarëve kyç, si Schlotterbeck, Serge Gnabry, Lennart Kart, edhe në tilla raste duhet të improvizojë. Por besoj që Gjermania do ta kalojë pa probleme Paraguayin, ndërsa më pas me Francën normalisht është një përballje shumë e vështirë dhe do të lënë fushës pasi nuk i dihet. Mirela, si e humbjen kundër Ekuadorit? Të duk një ndeshje disi në vlerësuar apo ndoshta është edhe pikat u tregon dhe pikat e dobta të Gjermanisë? Nuk mendoj që ishin vetëm pikat e dobta të Gjermanisë, më duk më shumë një kalkulim për të mos u lodhur lojtarët, pasi sigurisht mos shpenzuar energji. Lojtarët tani këto vite po bëjnë nga 70 ndeshje, 80 ndeshje në sezon. Disa lojtarë, mos harrojmë në organikën e Gjermanisë, janë 8 lojtarë të Bayernit. Mos pa përmendur edhe lojtarë të tjerë që vinë nga ekipe të tjera që kanë nivelin e Bayernit, si tek Barcelona, Reali, apo Manchester City e tjerë, Arsenali, dhe një gjë e tillë pengon që lojtarët japin 100%, duke bërë dhe vetë lojtarët llogari pa ju kërkuar gjithë ekipi. Pra ne jemi të kualifikuar, ne kemi kaluar fazën e grupeve dhe sigurisht kishte siguruar edhe kreun e grupit, edhe kreun e grupit, pasi golavarrazhi ja jepte mundësinë dhe sigurisht pse mos e ulën pak tempon dhe u duk sikur ai goli i Sanes në fillim në minutat e para, në minutën e dytë, bëri që ata
ta nënvlerësonin pak kundërshtarin dhe të mos ishin aq të bindur për ta fituar atë ndeshje. U duk sikur ishin thjesht në fushë për ta mbyllur ato 90 minutë dhe jo për të dhënë maksimumin dhe për të dalë tek loja e tyre. Sigurisht Nagelsmann ndoshta edhe bëri pak kokfortin duke mos futur lojtar për të provuar dhe lojtarë të tjerë, të rinj, apo për t'i dhënë minutazh të gjithë lojtarëve, se u duk sikur donte ta zotronte vetë ekipin, jo të dëgjonte, sepse ka patur disa polemika në ekipin e Gjermanisë, në kombëtarin e Gjermanisë, që shiko, kemi apo s'kemi pjesën e leadershipit, jo po Neuer, jo po Kimmich, pozicioni. Mua pozicioni Kimmich si mbrojtës krahun nuk më pëlqen. Që kur është marrë tek Bayern. Edhe te Bayern nuk është se ka shkëlqyer si mesfushor. Mesfushor mua më duket një ndër 6 më të mirë në qarkullim për momentin. Nuk e di si është Kimmich, kam përshtypjen se mesfushor ka hasur vështirësi te Bayern si mbrojtës i djathtë më pas integrimit si qendër mesfushor. Për mendimin tim gjithmonë ka qenë konstante Bayerni, nuk është se ka pasur uljet të performancave të tij. Duket si një imitim që i bën Lamit. Lamit të Lamit, po, pasi edhe Pep Guardiola filloi të aktivizonte si mesfushor. Po Gjermania në mesfush ka organik shumë të mirë këtë vit, do thojë me Felix Mechan, i cili ka rezultuar një zbulim. Një nga zbulimet. Angelo Stiller i Stuttgartit dhe normalisht Pavlovic i Bayernit, i ka pozicionet e dubluar aty. Dhe ndoshta është më e logjikshme që të luajë në krahun e djathtë të mbrojtjes. Mos harrojmë që Bayern në 2016 me largimin e Schweinsteigerit mori nga Leipzig Kimmich për ta zëvendësuar. Në momentin që Schweinsteiger u largua nga Bayerni, Kimmich erdhi si 6 për si shkatrues, pavarësisht se u përdor si zëvendësues si Filip Lam dhe u përdor në krahun e djathtë, pasi Lam atëherë nuk mbulonte dot domethënë Rafinha dhe Lam ishin për krahun e djathtë, po Lam kaloi në si 6 para mbrojtjes. E shikojmë pak me problematikë edhe këtë pjesën që Gjermania përveç se ka disa pozicione në mënyrë të kamufluara apo të improvizuara, por shikoj më shumë këtë pjesën që disa lojtarë nuk e kanë eksperiencën, janë për herë të parë në një nivel të tillë duke luajtur. Pra nuk e kanë as eksperiencën nga europiani, por është hera e parë që marrin pjesë në botror, sigurisht që kjo ndikon tek lojtarët përsa kanë eksperiencë apo jo. Mund të kesh në organik 3-4 lojtarë që nuk kanë eksperiencë dhe e mbulon pjesa tjetër me leadershipin, me eksperiencën, me përvojën e tyre, por në këtë Gjermani ka shumë lojtarë të tillë, duke filluar nga Pavlovic, duke filluar nga mbrojtja, Schlotterbeck, pavarësisht se ishte në europian, por nuk kishte minutazhin që ka tani. Ke lojtarë të tjerë dhe që nga sulmi, pastaj mos të filloj me emra të përveçëm, Havertz po ashtu, Pavlovic po ashtu është pa eksperiencë në arenën ndërkombëtare përsa i përket kombëtares dhe është tjetër gjë të jesh me ekipin dhe tjetër gjë të jesh me kombëtaren. Të paktën mua më duket si kur luan për kombëtaren do japësh pak më shumë, duhet të jesh pak më i motivuar shpirtërisht dhe të jesh pak më i përfshirë me anën e ndjenjave, sesa luan për ekipin. Për të kaluar të një ndeshje tjetër e shumë e rëndësishme, ndoshta një ndër më të fortat e fazës së 1/16 është sfida midis Holandës dhe Marokut, që do të zhvillohet nesër në orët e parë të mëngjesit. Alban, nuk e di si duket kjo sfidë. Ndoshta është më e bukur e kësaj faze? Pa diskutim, është një përballje e cila ka dhe rivalitetin brenda, pasi shumë marokenë janë integruar në Holandë për vitesh, jetojnë aty dhe janë pranë njëri tjetrit edhe si shtete. Dhe shumë lojtarë të Marokut që luajnë në Eredivisie, pra e njohin shumë mirë njëri tjetrin. Është një përballje e cila do të na rezervojë shumë emocione, pavarësisht se është në një orë të vonë për ne, në orën 3 të natës. Dhe sigurisht që pritet një përballje shumë e fortë. Holanda ka treguar goxha ekuilibra deri më tani në këtë botror me Ronald Koeman, një kombëtare e vështirë për të shënuar gol, por që ka gjetur edhe disa elementë të rëndësishëm në fazën e sulmit. Një zbulim është Brian Brobbey, lojtari i Sunderlandit, i cili deri më tani ka shënuar 3 gola dhe vërtet po rezulton zgjedhja që i mungon të Holandës në fazën e sulmit në vitet e fundit. Pasi shumë vite me radhë ka vuajtur me Memphis Depay, ndoshta mungesa e vazhdimësisë tij, dhe tani vjen një lojtar si Brian Brobbey, i cili shënon këto gola dhe sigurisht e ka arritur pritshmëri. Më pas edhe me Usha që është ngritur për mendimin tim në detyrën e saj, me emra si Gravenberch, Reinders apo dhe De Jong, i ka cilësi të Holanda, por mos harrojmë që Maroku nuk është një kombëtare tipike afrikane që bazon lojën mbi fizicitetin e saj apo lojën atletike. Është një kombëtare e cila ka siguri shumë të madhe teknike në fushën e lojës, me emra si Saibari apo dhe Buadi, i cili po rezulton një zbulimi këtij botrori në mesin e fushës. Kështu që do të jetë një përballje e cila besoj do të shkojë shumë e rivalizuar, madje nuk i përjashtoj as shtesat.
Mirela, nuk e di ditën e sotme kishte një lajm të rënd, do të thoja, pasi Gakpo kishte humbur fëmijën gjatë shtatzanisë bashkëshortja e tij, kështu që por ai gjithsesi kishte preferuar që qëndronte me kombëtaren në këtë sfidë kaq të rëndësishme. Nuk e di si e shikon, edhe kjo tregon shumë ndoshta edhe për lidhjen që ka me kombëtaren. Patjetër, shikom, fundja fundit do të harrojmë vetëm një gjë që në të gjitha profesionet jemi njerëz. Dhe mishi dhe gjaku që rrjedh në trupin ton ka atë rëndësinë që na bën gjithsesi jeta është përpara futbollit. Por jeta është përpara futbollit, por ajo çfarë ka ndodhur ai nuk e kthen dot më. Nëse do duhej ta ndihmonte dhe do kishte mundësi shpëtimi situatës, mendoj që do shkonte. Edhe unë personalisht po të isha, nëse do më ndodhe një gjë dhe ka e kaluar, dhe nuk e shpëtoj dot, nuk do shkëputesha për të prishur një punë shtetit tim, të kombëtares time apo të vendit tim. Sigurisht si një përballje më të rëndësishme që ka Holanda tani, është Maroku dhe mendoj që po e kaloj Marokun apo Maroku po kaloj Holandën, do jenë të dyja, kushdo që do përballet me njërë nga këto të dyja, duhet ta marrë shumë seriozisht atë sfidë, madje mendoj që duhet ta marrë më seriozisht se sa ndoshta ndonjë kombëtare me emër. Me emër, për shembull, unë do e merrja, nëse cila do të kalonte nga këto dyja, do e merrja më përpara, më seriozisht njërë nga këto dyja se sa Spanjën, Portugalin apo Belgjikën, përjashto Francën, se mua ekipi më i fortë në grupin në krahun majtas më duket Franca dhe mendoj që vetëm ato të dy, njëra nga këto mund ta ndalonte Francën. Alban, Maroku kishte 32 ndeshje që nuk ka humbje në të gjitha kompeticionet, është ndoshta një tregues shumë rëndësishëm për treguar edhe formën që ka Maroku. Është një kockë e fortë për këtë Holandë. Sa beson që do i rezistoj? Për të bërë një krahasim ndoshta edhe me Brazilin, rezultoi një kundërshtar shumë i vështirë në 45 minutat e para. Absolutisht, është një kombëtare e cila nuk ka psuar asnjë lloj regresi në krahasim me botrorin e kaluar, pasi u mendua që me largimin e trajnerit Regragui do të kishte një rënje të skuadrës, por pavarësisht një emërimi të ri në pankinë, kombëtari avion përsëri me të njëjtat ritme. Është një Marok i cili ka një stil loje shumë dëfryes, futboll ofensiv, mund të vendosin në përgjithësi kombëtarët më të mira, nuk kanë druajtje, e kanë thyer edhe tabun që kombëtarët afrikanë nuk e kishin bërë më herët që u bë kombëtarja e parë afrikane që arriti në gjysmëfinale në botrorin 2022. Dhe besoj që ky Marok nuk impresionohet nga si kundërshtar dhe ndaj Holandës do të luajë ballë për ballë dhe do ta sulmojë, do ta vendosë në vështirësi dhe do të kërkojë kualifikimin. Hela Franca një ekip dominues deri më tani. Si është në sfidën e ardhshme kundër Suedisë, do të jetë një provë e vështirë apo thjesht një sfidë radhës për gjendjen? Mua më duket sikur Franca e ka thjesht një sfidë radhës përballë çdo kombëtarje. Unë shikoj Francën në krahun e majt dhe Anglinë në krahun e djathtë që shikoj potencialisht. Dy ekipe ndoshta më të forta. Drejt finales, pastaj fituesi nuk i dihet. Sigurisht botrori mund të na sigurojë surpriza dhe unë e pres këtë gjë patjetër, nuk e bëj absolutisht asgjë. Them Franca do jetë kampione, nuk e them dot, por me logjikën time më të ftohtë them që Franca është pretendentja kryesore, pasi përballë Suedisë, cili ndo formacion që të hedh në fushë, do e ketë akoma dhe më cilësore se që ka formacionin e parë Suedia. Pra, Franca dhe pavarësisht që ka marrë 2 formacionet më të mira, ka dhe një formacion të tretë që se ka grumbulluar dot, sepse aq lejohet, dhe mendoj që edhe atë po ta kishte, përsëri do e kishte më të mirë se ç'është Suedia. Sigurisht futbolli është ekip dhe jo lojtar individual vetëm, dhe kjo gjë e bën pavarësisht se ai mund të ketë yje në majën e sulmit si Dembele, Mbappé, Olise, Doué, mund të ketë mesfush super të kombinuar dhe pavarësisht se në mbrojtje çalon disi, është reparti më i dobët. Është reparti më i dobët krahasuar me pjesën tjetër të Francës, por nuk mund të themi që është ndonjë mbrojtje më e mirë se sa e Francës. Pra pavarësisht të gjithave, sepse ka emra si Upamecano në mbrojtje, një ndër mbrojtësat më të mirë, pavarësisht ndoshta nuk është në atë nivelin që kemi pritur edhe te Bayerni. Patjetër, sigurisht nuk është në atë nivel, por është një ndër mbrojtësat më të mirë në qarkullim. Dhe nuk mund të themi këtë gjë, por nuk e di nëse Franca do çalonte përballë ndonjë kombëtarje. Mendoj që thash,
Holland-Marok, cila nga kjo dyshe të dali, ose dhe Spanja mund të kenë një përballje dhe ta vendosin në vështirësi Francën, nëse Franca nuk ta vendos vetën në vështirësi, sepse këtu duhet të ndaloj më shumë tek Franca, që Franca mund ta ketë problemin tek vetja vet, që mund të ndaloj një moment apo një tjetër për shkak të kryenëqisë të disa lojtarëve që mund të kenë te Franca. Apo edhe të faktorëve të jashtëm, mos harrojmë sot kishte një karikaturë e Charlie Hebdo që ka shkaktuar polemika të shumta sepse kishin vendosur Deschamps me një trofe lartë dhe i kishte mbishkruar që aty është e ëma dhe trofeu që do merrte Franca. Një karikaturë e shumtuar dhe thotë që ka bërë bujë në mediat ndërkombëtare. Nuk është hera e parë që Charlie Hebdo bën të tilla karikatura kontroverse, do thoja. Por Franca nuk duhet fokusohet as pak në tilla elemente, pasi duhet fokusohet vetëm në kambi servitor, në Kupën e Botës, tek futbolli dhe normalisht siç e tha edhe Mirela, është vetëm fokusi në Kupën e Botës dhe vetëm për problemet e tyre ndoshta mund të mbasin, pasi ndaj Suedis nuk kanë problematika, pasi Suedia ka treguar edhe disa disbalanca si në humbjen 5-1 ndaj Holandës dhe besoj që do të jemi të përgatitur për një përballje të rradhës mes Francës dhe Gjermanisë. Lajmi mirë për Francën është ardha në formë të gjithë sulmuese në këtë kupë bote, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Michael Olise, dhe sigurisht që është e rëndësishme që të kesh të gjithë lojtarët në kontingjentin e duhur në të tilla ndeshje, pasi janë elemente që të zgjidhin episodet më të vogla, mund të bëjnë diferencën në situata delikate dhe sigurisht që cilësitë e tyre individuale gjithmonë prevalojnë ndaj kundërshtarëve. Për të kaluar pak te Argentina, duket që ka rrugën e shtruar drejt gjysmëfinales, duke parë edhe vendosjen grafike, do ketë kundërshtar do të thoja të thjesht deri në gjysmëfinale. Patjetër, por dua të them vetëm një gjë, Argentina dhe në krye Leo Messi duket sikur po e shijojnë botrorin. Ja kanë shtruar dhe rrugën Egjipti, Zvicra. Mua nuk e di pse, por kam një frikë të kepi gjetë për që mund ta çojë në shtesë këtë ndeshje, se mbrohet shumë mirë. E pam se u mbrojt kundrejt Spanjës, që bën një futboll të shkëlqyer dhe mund t'i japi punë dhe Argentinës, patjetër që mund t'i japi. Pas Gjermanisë Mirela më duket se mbështet Kepin. Po, kam një simpati për Kepin e Gjelbër se e kam krahasuar me ekipet tonë kombëtare, me të dyja, dhe me Kosovën dhe me Shqipërinë, të vogla në popullsi, por që japin zemrën në fushë dhe duket sikur dhe Kepi Gjelbër thotë ne s'kemi çfarë të humbasim. Dhe presioni vazhdimisht bie tek ai që ka çfarë të humbasi. Shkëlqimi i Argentinës është kampionja në fuqi dhe sigurisht, por mos harroj Messi po e shijon këtë botror. Ndryshe nga 2022, Messi ishte në një presion për ta fituar atë trofe. Argentina ishte në trysnin e fitimit të trofeut dhe shkëlqimit që duhet të merrte. Dhe ndërsa tani që e ka, thot po e shijoj sepse fundi a fundit unë e kam arritur ato çfarë doja dhe është më i lirshëm, dhe kur është më i lirshëm dhe pa presion, mendja e tij duket sikur funksionon në mënyrën mendja e tij gjithmonë funksionon në futboll, por tani funksionon 101%, jo më 99% në futboll vetëm. Pastaj për sa i përket, sigurisht Brazili, Japoni, cila nga këto dy kombëtarë t'i arrit të dalë, Argentinën në gjysmëfinale i bie sigurisht, do e ketë, por nuk është për të nënvlerësuar as Kolumbia dhe as Zvicra, pasi janë të dyja kombëtare që kanë në përbërje lojtarë shumë të mirë, lojtarë talent dhe kanë cilësi dhe teknike, por edhe fizike shumë të mira. Janë lojtarë kombëtare që qëndrojnë shumë mirë në fushë dhe kombinohen dhe ka një grup kompakt, të organizuar dhe sigurisht Argentinës mund t'i hapnin punë pa problem. Dhe mos harrojmë që edhe lodhja mund të ndikojë edhe tek Argentina shumë shpejt. Alban, Lionel Messi ka shënuar 6 gola deri më tani, ka shënuar 7 në sfidat e fundit dhe duket që është i pandalshëm në këtë fazë botërore. Si e sheh këtë formë të Messit, ndoshta do jetë sërish protagonist? Një ritëm fantastik nga Lionel Messi, një lojtar i cili tani më po punon edhe për rekordet, pavarësisht se me kombëtaren po tregon protagonizmin. Me 19 gola tani më në Kupën e Botës kaloi Miroslav Klosën, i cili kishte 16 dhe vendosi emrin e tij në pjedestalin më të lartë të golashënuesve të botrorit. Është një lojtar i cili me lëvizjen e tij në Major League Soccer mori shumë kritika, shumë polemika që përse po shkon në një kampionat të niveli më të ulët. Mirë po rezulton një zgjedhje e duhur, pasi në ndeshjet që ka luajtur në SBA nuk ka qenë ndoshta me intensitetin e futbollit evropian dhe normalisht ka marrë kohën e tij edhe
për ta ulur ritmin, për ta ulur intensitetin dhe kur të vinë ndeshjet e rëndësishme, siç është tani Kupa e Botës, të jetë në formën e tij më të mirë. Pasi shohim një Messi i cili jo vetëm në raport me golat, po edhe në raport me lojën e tij të përgjithshme, është një lojtar i cili po bën diferencën me pasimin e tij, me vizionin e tij gjatë gjithë kohës duke organizuar sulmet e Argentinës, pra është një lojtar i cili po bën diferencën në çdo episod lojës dhe besoj që Argentina po e shfrytëzon këtë fakt me Messin që do të kërkojë ta ruajë këtë ritëm. Nuk do ta ketë as pak lehtë Argentina, edhe me përballet që mund të ketë më vonë, me kepin e gjelbër besimi është që sigurisht do ta kalojë, por më pas elementet e Zvicrës, ndoshta të Kolumbisë apo të Ganës janë skuadra shumë të organizuara me traditë. Edhe Egjipti më zhduket një skuadër. Edhe Anglia, se unë harrova fare Anglinë, ndërkohë që unë shikoj Anglinë si pretendente. Nga krau i Brazilit. Nga krau i Brazilit. Por edhe Egjipti patjetër, pasi e ka sulmin me emra si Salah, ndoshta dhe lojtari i Manchester City, i cili luan fazën e sulmit, Omar Marmush, mund të hapen probleme, por Argentina në aspektin defensiv mendoj që është treguar goxha kompakte, me emra si Romero apo dhe Lisandro Martinez, kështu që kam besim që do të kalojë minimalisht deri në gjysmëfinale. Mirela, për të mbetur te goleshënuesit, Messi ka shënuar 6, në kohë që emrat e tjerë të njohur si Haaland, Dembele, Vinicius, Mbappé kanë shënuar nga 4. Shiko, besoj që ka ndonjë mundësi që ta kalojnë Messin apo duket një mision i vështirë. Tani, ta kalojnë këtë botror vetëm nëse ngec Argentina në ndonjë ndeshje. Sigurisht Haaland, Mbappé ka mundësinë dhe Dembele ka mundësinë, pasi përballë Suedis, Mbappé mund të bëj, duke patur një person, një lojtar si Olise që asiston gjatë gjithë kohës, sigurisht Mbappé dhe Dembele kanë një mundësi të ardhë për të kaluar jo Messin, po edhe kodo tjetër. Messi gjithashtu mos harrojmë që tani ndryshon tempoja e ndeshjeve, janë çdo 3 ditë, 4 ditë, dhe do i duheshin pak më shumë ditë rikuperimi për shkak edhe të moshës. Pa edhe presioni kam përshtypjen është më i madh në sfida të tilla. Patjetër. Absolutisht. Por edhe të rikuperohet një lojtar tani e ka pak më të vështirë, pasi në fazën e grupeve kishin 6 ditë në kohë dhe 6 ditë është e mjaftueshme për futbollist profesionist, ndërsa për Messin duke mos harruar se është 39 vjeç, koha e rikuperimit do kërkoj pak më shumë dhe sigurisht do fillojë në një fazë intensive, do e ketë pak më të vështirë, duke qenë që ka ulur dhe ritmin për shkak të kampionatit ku ai luan dhe në krahasim me këta lojtarë që tani luajnë në kampionatet më të fuqishme që kanë realisht lodhjen në këmbët e tyre, duket se Messi sapo ka filluar kampionatin e tij. Kjo gjëja dhe mendoj që do ndikoj, sigurisht do kuptohet dhe nga ekipin dhe nga kombëtarët që do ecin më shumë, gjë që pres që edhe Messi me Argentinën, por edhe Mbappé, Dembele të ecin me Francën. Alban, nuk e di, Vozinha ka qenë një protagonist kryesor në këtë botror, kishte 83% pritje nga goditjet që ka marrë, mund të jetë sërish protagonist një sfidë të tillë kaq delikate. Kam mendimin që do të ekspozohet përsëri ndaj Argentinës, pasi me mënyrën se si do të ndërtohet loja me Argentinën që do të dominojë, do krijojë raste, përsëri do vihet në provë Vozinha dhe do detyrohet përsëri të bëjë. Do të 2 milion të tjera fansa. Pa diskutim, Instagrami i ka shpërthyer këto javët e fundit dhe normalisht Argentina do ta ketë këtë tendencën për të sulmuar, por se sa do të rezistojë Vozinha për 90 minuta, besoj do të jetë vështirë. Për të kaluar te Portugalia, Mirela, nuk e di si e shikon Ronaldon, je ndonjë fan se Ronaldo apo? Jo, unë jam, nëse do ishte Messi Ronaldo, unë jam team Messi dhe heqim kapelën para të dyve faktikisht, po më duket se Ronaldo e ka lënë futbollin. Më duket se edhe shokët e kanë lënë Ronaldo. Të dyja ndoshta. Por duket sikur egoizmi apo ajo egoja që arroganca që kërkon Ronaldo në futboll është gjë që po i ul pikë dhe po i heqën ato pikët që ka marrë deri tani me mund dhe forcë dhe punë, talent, vullnet shumë të fortë dhe kjo gjëja po e dëmton Ronaldon dhe Portugalin akoma dhe më shumë. Në mendimin tim, Portugalia ka me sfushën më të mirë të këtij botrorit, ka emrat edhe mbrojtjen e ka shumë të mirë. Edhe mbrojtjen e ka shumë mirë. Pra, në momentin që zakonisht ndeshjet i fitojnë me sfushat e forta dhe të kesh një kampionatin ta fitojnë mbrojtjet e forta, pra ndeshjen duhet tek ndeshje duhet ta zgjedhë sulmuesi.
Dhe kjo është problem, pasi talentet e reja të sulmit bie në hijen e Ronaldos, ndërkohë që Ronaldo nuk shkëlqen. Duket sikur një blokadë e Portugalia. Gjithashtu ndeshjet dhe kampionatet apo suksesi i një ekipi shikohet edhe tek harmonia që ka grupi, dhe Portugalia po çdon në këtë pjesë. Pra nuk po japin më të mirën, pasi lojtarët nuk luajnë për njëri tjetrin, nuk luftojnë për njëri tjetrin në fushë. Nëse nëse krahasojmë Argjentinën me Portugali, duket sikur te Argjentina ke 10 ushtar që pas Mesit që luftojnë për Mesin, ndërsa tek Portugalia duket sikur ke 10 persona që janë kundër generalit të tyre. Dhe kërkojnë të bëhen general të... Po, por mos të harrojmë dhe një gjë, tek Argjentina ndodh që një Lionel Messi gjatë gjithë kohës përpiqet dhe është përpjekur të ndihmoj këta 10 ushtarët e vet, ndërsa te Portugalia ke një Ronaldo që ju kërkon vazhdimisht me, po e them në thonjza, me kamzhik që shiko, jam unë këtu, do shërbeni mua, pra i detyron ta duan të shërbejnë dhe të punojnë për të, ndërkohë që në të vërtetë duhet punosh për ta që dhe ata të jenë me ty. Një lider i mirë e udhëheq ekipin, nuk i thot bëje ti për mua, këtë siç kërkon Ronaldo, mendimi im. Alba, nuk e di, në sfidën e fundit pash në të paktën 2 momente që kishin mundësi të pasonin Ronaldos, 2 momente shumë të mira me Bruno Fernandes, mos gaboj, dhe në të dyja rastet nuk u shërbye Ronaldo dhe në fund ai që kritikohet është Cristiano Ronaldo. Janë krijuar shpeshherë këto përplasjet mes Bruno Fernandesit dhe Cristiano Ronaldos edhe në situata të ndryshme loje, pasi kur ka qenë momente kur duhet pasonte mbase nuk e ka bërë, apo dhe lojtarë tjerë të skuadrës, por faktikisht Portugalia nuk i ka respektuar pritshmëritë në 3 paraqitjet që ka zhvilluar. Në të vërtetë ka një kombëtare me shumë emra të afirmuar në futbollin evropian, por në mënyrën se si ata inkorporohen në një sistem loje, nuk e kanë bërë diçka të tillë në një mënyrë të unifikuar, siç mund ta ketë bërë ndoshta Argjentina. Dhe Portugalia vuajti goxha edhe në përballjen ndaj Kolumbisë, vetëm ndoshta një pozicion jashtëloje e shpëtoi nga humbja në sekondat e fundit. Dhe besoj që tani fillojnë testet e vërteta, pasi vërtet luan tani me Kroacinë, ndoshta është kjo përshtypja që Kroacia ka kaluar kohën e saj më të mirë, por përsëri Kroacia mbetet një kombëtare me shumë eksperiencë në të tilla ndeshje, pasi në 2 botërorët e fundit njëherë shkoi në finale dhe njëherë u rënditë 3-ta. Dhe sigurisht që për Portugalinë nuk do të jetë një test as pak i lehtë dhe duhet të bëjë një autokritikë edhe me veten në raport me paraqitjet që ka zhvilluar, ndoshta ndryshime, ndoshta aktivizimi i Bernardo Silvës, i cili mund të jepte një sens organizimi më të madh në aspektin e sulmit. Dhe kam përshtypjen që me tilla ndryshime mund ta shihnim edhe me një fytyrë tjetër përballë Kroacisë. Do jetë një duel midis Cristiano Ronaldo dhe Luka Modric, 2 veteran. Mirela, nuk e di. Mendoj që mbas ndeshjes Holland-Marok, në këtë fazë nga krahu i majt Portugali-Kroaci është ajo, duket goxha interesante dhe duket potencialisht një ndërdeshje që do na dhurojë spektakël. Luka Modric tani më edhe ai drejt yll në shuarje, drejt perëndimit yll në shuarje, por mendoj që e favorizon pak situata që te Kroacia nuk presin aq shumë sa presin nga Portugalia, dhe duke qenë e tillë pritshmëritë dhe presioni bie të gjitha te kundërshtarit. Kroacia shkon më e qetë përballë Portugalisë, shkon në formë të ndeshjes, domethënë që ta fitojë. Sigurisht Kroacia ka qenë kockë fort për të gjitha kombëtarët që janë ndeshur me të. Ju ka hapur probleme secilës nga kombëtarët në të gjitha kompeticionet e fundit. Portugalia dhe Kroacia, Ronaldo dhe Modric është një situatë që mendoj që të dy duhet ta kuptojnë që ku ndodhen në futboll dhe të vazhdojnë të tërhiqen pak. 12 goditje në 3 ndeshje për Portugalinë, 12 raste të pastra në këto 3 ndeshjet e para, janë shumë pak për një skuadër që ka një cilësi të tillë në mesfush dhe në sulm. E vërtet, pritshmëria është shumë më e madhe kur e krahason edhe me disa nga kombëtarët e tjerë që kanë luajtur në fazën e grupeve, si Turqia për shembull, që në 2 ndeshje pati rreth 30 goditje. Edhe kur e krahason me Portugalinë që e ka gjithë organikën e sulmit për të bërë më shumë, për të realizuar më shumë, është një shifër që duket goxha inferiore. Megjithatë, janë lojtarë të cilët mbase edhe kanë ulur disi ritme në përballjen e fundit dhe po fokusohen tani më në ndeshjet me eliminim direkt. Portugalia sigurisht e ka organikën me Leao, Bruno Fernandes, Pedro Neto apo dhe Trincao, por normalisht në tilla ndeshje po nuk sakrifikove, po nuk luajte si një grup i bashkuar, mund të hasesh edhe eliminimin, plus janë vetëm 90 minuta, vetëm një ndeshje,
një performancë dështuar, sigurisht që mund të penalizojë edhe me shkuarje në shtëpi, kështu që duhet mobilizim maksimal në pjesën e radhës. Mirela, Anglia e nisi botrorin me shumë pritshmëri si gjithmonë, do thoja, beson që këtë herë do ketë coming home apo duket sërish e vështirë? Këtë vit anglezët nuk po e përdorin këtë shprehje coming home, por ajo çfarë më pëlqen te Anglia është sepse ka një trajner gjerman është. Jo vetëm kjo, sigurisht kjo është një pjesë e saj, por dhe mendoj që trajneri gjerman ka treguar faktikisht që kush është aty që vendos për çdo lloj gjëje, duke lënë lojtarë si puna e Foden jashtë, që unë u çudita kur e la jashtë, jo vetëm unë por mbar opinionin. Janë shumë emra në fakt, Palmer, Foden, Alexander-Arnold, Maguire, Watkins, janë emra shumë të njohur. Me peshë tek Anglia dhe lojtarë që kanë dhënë shumë për kombëtarin e Anglisë. Sigurisht mendoj që Anglia njësoj si Franca, unë i shikoj potencialisht të dyja në finale dhe potencialisht të dyja për të fituar kampionatin botror 2026 dhe shikoj që Anglia ka dy formacione në tavol, domethënë të vendosi, dhe cilën dëshirojnë që të vendosi sigurisht. Mos harrojmë, Anglia është një ekip që realisht me sfushën e ka të kompletuar. Sulmi po ashtu, të kesh një lojtar si Bellingham, Rice, Harry Kane, domethënë të krijon një bosh që ti orientohesh shumë mirë dhe e kanë shumë të vështirë që të ndalojnë. Sigurisht ka lojtarë të tjerë, Rashford, pastaj janë të gjithë emra me peshë, që nga porta deri në majën e sulmit Anglia më duket një ekip i kompletuar, më duket sikur edhe në mendimin tim Anglia do eci, do jetë protagoniste kryesore këtij botrori, nuk i tregoj forcat e veta maksimale, u duk sikur ndaj Ganës, por edhe ndaj ndeshjes së fundit kundrejt Panamas, kundrejt Panamas nuk i tregoj të gjithë muskujt e vet, pasi sigurisht që duhet të ruaj muskujt për të përballur me kombëtare potencialisht më të forta si Brazili, Argentina, Zvicra apo edhe Kolumbia. Këto i shikoj kombëtarët kryesorë që mund ta rivalizojnë pak Anglinë. Në mendimin tim, në optikën time, Anglia me Tuchel do shkëlqej akoma dhe më shumë sepse anglezët binden përballë dhe mos harrojmë që një general i vërtet si Tuchel dhe një gjerman që është i disiplinuar, mendoj që plus duke mos i humbur pjesën e trajnerit që është, por edhe menaxhimit që ka, Anglinë do të çojë drejt Kupës Botës. Alba, nuk e di, pashte Kongo që ka 5 futbollistë që luajnë në Angli, 2 janë në Premier League dhe 3 në Championship. Nuk është një skuadër aq e thjeshtë në letër sa që mendon Anglia ndoshta. Janë lojtarë që e njohin mjaft mirë kampionatin anglez dhe vetë lojtarët anglez, ndoshta lojtarë si Masuaku, Aaron Wan-Bissaka, i cili për shumë vite ka qenë pjesë e Manchester United, apo dhe lojtari moshave të Anglisë dhe mund të përfaqësonte Anglinë, por nga që nuk u thirr nga 3 luanët si Olli Kongo. Është një kombëtare e cila luan me një mbrojtje me 5, është nga kombëtarët afrikane që mbron më mirë, këtë demonstroi edhe në përballje ndaj Portugalisë. Por Anglia, nëse e krahasim me vitet e shkuara kur drejtohej nga Gareth Southgate, tani më me Thomas Tuchel, mendoj se ka një ndryshim shumë thelbësor, që në një nga deklaratat e para ku prezantua si trajner i Anglisë, Thomas Tuchel deklaroi qarta se që duam të implementojmë një stil loje që i parafrohet stilit Premier League-s, një lojë me ritëm, një lojë me intensitet, një lojë e cila demonstron elementet tona fizike, dhe mendoj që në këtë aspekt Anglia është më superiore se çdo kundërshtare tjetër sa i takon përgatitjes fizike. Janë lojtarë të cilët në kampionatin anglez luajnë ndeshje më shumë se çdo kombëtare tjetër, pasi kanë 3 kompeticione, Premier League, FA Cup dhe Carabao Cup. Dhe normalisht atë ritmin pas minutës 60 ti e shikon Anglinë me një marsh akoma dhe më shumë se kundërshtari që ndoshta mund të bie në nivelin fizik. Grimcat e kësaj loje Anglisë ja pam në përballje ndaj Kroacisë, sidomos në atë pjesë të dytë që dominoi e demonstroi qartë asgjë filozofinë e tij Thomas Tuchel, ndërkohë që në 2 ndeshjet e fundit ishte me një marsh më poshtë, por Anglia ka krijuar eksperiencën edhe në raport me lojtarët në 8 vitet e fundit që në ndeshje me eliminim direkt janë lojtarë taft për të kualifikuar dhe për të avancuar më tej, pasi kanë arritur 2 finale europiane, kanë arritur një gjysmëfinale botrori dhe Boshti është tani më aty. Një ndryshim shumë i madh në krahasim me Southgate që për mendimin tim e ka bërë Thomas Tuchel është jep prevalencë sistemit të tij të lojës ndaj emrave individual. Nëse në vitet e kaluara Southgate thonte si mund t'i inkorporojmë të gjithë lojtarët brenda një mbështetje titullare,
ai aktivizonte edhe Foden, edhe Bellingham, edhe Saka, edhe Palmer, gjithë si numra 10 dhe në fund kur zbrisin fush ishin jashtë pozicionit, ndërkohë që me Tuchel i ke të gjithë në pozicionet e tyre adekuate, në mënyrë natyrale, Rashford në krahun e majt, Saka në krahun e djathtë, Bellingham si numër 10, dhe normalisht kur e demonstron këtë harmoni në fushën e lojës edhe lojtarët i priren më naturalisht lojësh, pasi janë në pozicionet e tyre fikse dhe normalisht mund të ndihmojnë edhe më shumë Harry Kane, pasi lojtarët e thirrur nga Thomas Tuchel janë lojtarë të gjithë kreativ që krijojnë shumë raste dhe normalisht mund t'ja nxjerrin më të mirën Kane, pasi një sistem i bazuar mbi Kane, siç bën në Bayerni, besoj një gjë të tillë po e bën edhe Tuchel tek Anglia duke e bërë primar Kanein, çdo aksion shkon tek ai, apo dhe Kane që të rriqet shumë poshtë për të organizuar lojën dhe normalisht që forma e Kane dhe Bellingham do të jetë decisive në pjesën e mbetur. Mirela, për të kaluar pak te Spanja, një nga pretendentët kryesore për botrorin, por që ndoshta nuk ka bindur aq sa prisim. Do ketë përballë Austrinë në sfidën e 1/16. Në letër Spanja është favorite, sigurisht është mbetet kampionja e Europës dhe është një nga ato ekipet që duhet të mundet dhe nëse ti mund Spanjën, ke një rrugë më të lehtë për të shkuar drejt atij trofeut. Spanja duket sikur gjithë shpresat e veta i ka varur te Lamine Yamal. Të gjithë luajnë të organizuar për Lamine Yamal. Dhe këtë e kuptuam te Kepi Gjelbër që nuk po krijonin në raste deri në momentin që Yamal hyri në lojë. Në momentin që Yamal hyri në lojë u duk sikur Spanja u gjallërua dhe filloi të krijonte raste, të ishte më kreative dhe sigurisht. Por mos harrojmë në krahun e majt Kukurea që po bën shumë mirë. Për mua nuk ka qenë një ndër lojtarët më të preferuar në Europian, pavarësisht se ai Mështarëm është lojtari më i ri i Real Madridit. Real Madridit po, dhe sigurisht ka në organikën e vet lojtar të shkëlqyer si Pedri, një ndër mesfushorët më të mirë të momentit, Rodri patjetër, që është me eksperiencë dhe është një ndër lojtarët që me qetësinë e tij arrin të fitoj situata dhe të fitoj duele që janë shumë të vështira. Spanja për mua është një nga ato ekipet që duhet ta kesh frikë në çdo lloj momenti dhe duhet të jesh i përgatitur, sepse sa është në qetësi dhe po e menaxhon atë topin në mënyrë të qetë vetëm kur e shikon tek porta. Ka lojtarë si Dani Olmo që ti nuk e kupton sa e shikon në sulm, sa e shikon në mbrojtje në të gjitha repartet dhe është lojtar i palosshëm, vrapues gjatë gjithë kohës. Pra, në momentin që ka emra të tillë dhe bën dhe një lojë shumë të bukur, zhvillon një lojë shumë të mirë, sigurisht Spanja ngelet një ndër favoritet për e gjysmëfinale sigurisht, por pastaj në gjysmëfinale mund t'i ketë ndonjë Francë që do i prishi prapë punë. Alban, në Spanja ka shënuar 5 gola deri më tani nuk ka psuar asnjë, ndërkohë që në krahun tjetër kemi Austrinë me 6 gola të shënuar dhe 6 të psuar. Një Austri që ndoshta nuk duhet të ishte në këtë fazë, mos harrojmë atë piskotën në fundit që ndodhi me sfidën kundër Algjerisë, mos gaboj. Ishte një rast, janë publikuar dhe disa pamje ku duket qartë që të dy skuadrat po merreshin vesh për rezultatin final. Po, ngriti shumë polemika dhe mbi kombëtarën e Iranit, pasi me një fitore të secilë skuadër do të përfitonte Irani në krahun tjetër dhe do të kualifikohej. Mirë po, një ndeshje e tillë ngriti edhe një tjetër pikpyetje të botrorit 1982 kur kombëtarët kanë organizuar një barazim në ndeshjen e fundit për të eliminuar një tjetër. Dhe sigurisht janë gjëra që nuk i shkojnë botrorit, formati i tij të jashtëzakonshëm. Mirë po, Spanja ka psuar edhe një goditje, do të thoja, edhe në raport me dëmtimet e fundit, pasi largimet e Nico Williams apo Jeremy Pinos, dy lojtarë ansor në krahun e sulmit, ndoshta do ta favorizonin në këtë pjesë të mbetur të turneut, duke marrë në konsideratë edhe performancat që bëri Nico Williams në Euro 2024 dhe harmoninë që kishte me Yamal, të dy nga krahët, sigurisht do ta ndihmonte në maksimum Spanjën. Ndaj Austrisë më tepër i druhesh trajnerit Ralf Rangnick, i cili ka një eksperiencë të jashtëzakonshme në futbollin gjerman, trajneri Manchester United, sesa organikës lojtarëve. Është një trajner i cili i ka dhënë një progres të jashtëzakonshëm Austrisë që prej emërimit në vitin 2022 dhe e kualifikoi në botror pas një mungese shumë gjatë. Por ndaj Spanjës sigurisht do të jetë një përballje e një shkallë vështirësie maksimale dhe me organikën që ka në dispozicion Spanja, me sistemin e lojës që aplikon, besoj duket një objektiv i pamundur për ta eliminuar.
Mirela, si përfundim të bëjmë një parashikim ndoshta kësaj faze, se cilat do të jetë skuadra që do të shkojnë deri në fund. Do na ndihmojë dhe regjia, Gjermani, Paraguay, Gjermani kalon, Francë, Suedi, Franca kalon, Kanada që është kualifikuar, Holand, Marok, Holanda kalon, Portugali, Kroaci, Kroacia, Spanja, Austri, Spanja, Amerikë, Bosnia, surpriza e këtij botrorit Bosnia, Belgjik, Senegal, Belgjika ka shumë të vështirë, por Belgjika. te krau tjetër, Brazil, Japoni, Japonia, Bregu, Norvegji, Norvegjia, Meksik, Ekuador, Meksika, Angli, Kongo, Anglia sigurisht, Argentinë, Kepi, Argentina, Australi, Egjipt, Egjipti, Zvicra, Algjeri, Zvicra, Kolumbi, Ghana, Kolumbia. Alban, do më Parafarsisht shkurtimisht, shpejt të e shpejt. njëjtat nivele, besoj Gjermania, Franca, Holanda do të kaloj, jam me mendimin që do të kaloj Portugalia në përballje ndaj Kroacisë, më pas Spanja sigurisht, Bosnia ka bërë surprizat shumë të deri më tani, por ndoshta SBA si vend organizator me mbështetjen e publikut kam besim që do të kaloj. Senegali është kombëtare shumë e fortë, Belgjikën nuk e kam parë shumë formë gjatë këtij botrori. Edhe unë jam i tjetër mendim që Senegali e kalon. Senegali do të kualifikohet. Në krau tjetër besoj Brazili do ta bëjë atë që presim gjithë ndaj Japonisë, ndoshta do të respektojë përçmëritë dhe pres të kualifikohet. Norvegjia, Ekuadori, besoj është një kombëtare më organizuar se Meksika, ndoshta dhe lojtarët e afirmuar që ka nga Premier Liga si Incapie, Moises Caicedo i Chelsea. Besoj që Ekuadori do të kalojë në raundin tjetër, Anglia sigurisht, Argentina, Egjipti, më pas jam për Zvicrën dhe Kolumbin. Në finale, kush mendoni se shkon? Në syrin tim Francë-Angli. Francë-Angli, Alban? Jam në njëjtin mendim me Mirelën në kraun e Anglisë. Besoj në kraun e majt do të kalojë Holanda në finale. Holanda-Angli. Alban dhe Mirela, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit sot. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Të nderuar miq, do të shihemi në emisionet e tjera për të bërë edhe prognozat të fazave të tjera. Faleminderit.